E përmende që ndoshta prej kohës kur ke nisë të shkosh në medreseja të shumë i ri në mosh, ka nisë pak a shumë të formohet kjo pjesa e humanizmit e kjo të e pas parasysh që ndoshta dikush ju ka ndihmu juve, pastaj kështu lind edhe dëshira për të ndihmuar të tjerët, kur e sheh që në situata të vështira edhe ti e ke dikën afër. E ke menduar ndonjëherë që ndoshta do arrish deri këtë ku je sot, që të arrish të bëhesh një del, një thirrje, një telefonat ndoshta për dikë që realisht ka momente të vështira, është duke kaluar momente të vështira dhe një fije shprese për të ardhmen e tyre. Jo di këtë nivel kaq lart, po ka dash Zoti ti qofshin fal na ka mundsu. Kena mëndu që timi për lagjin në rata parë, timi për rrethin e ngushtë ndoshta që e kemi, po që ka dash Zoti kemi fillu me ndoshta me një pak ushqimore që në atë ku ka qenë 15 euro të japim diku një ndihmë dhe kemi shku që ka dash Zoti deri më sot dhe kemi bler 22 banesa e kena ndërtuar mbi 20 shtëpi. Që ndoshta gjatë vitit është një ndihmë tepër e madhe duke mos anashkaluar medikamentet mëjore, pakot ushqimore dhe shumë gjëra të cilat populli ka nevojë jemi afër tyre. Por e shkam ka ndihmu dhe ka marrë diktosh ndihma edhe për krahët që kom pas të popullit. Ne kemi 3 shtylla kryesore që si shoqat Bereqeti apo si Abdurrahman bazon ato, e po është diaspora dhe kjo është Kajmaki apo Ajka që vazhdimisht i kemi krahën e djathtë, pastaj kemi xhamatlit ton që kemi në Gjakov dhe në tre kemi bizneset, ato me mundësitë e veta që kanë kohë pas kohë marrin përsipër ndërtimin e materialit, dërgimin e materialit, punën e dorë dhe kështu me radhë. Dhe vlen theksohet janë 2 djem, tash është shtëpia 7 që marrin përsipër që s'kan dëshirë as emën as mbjemën, ka një firmë të vogël që instalimin e rrymës e bojnë komplet. Sot është problem me gjetë punëtor, problem është me gjetë dhe mjeshtër, një shumë 2500 euro për një familje, por ata momente që postoj fillum ndërtimin hoqmës në harron neve për rrymë Hekederti. Kështu që kemi njerëz që presin rand ka darë Zoti për të dalë ndihmë dikujt tjetër, për një falëndim tepër madhe për krah shumë madhe. Tash që ka njerëz që presin në rand, në fillimet e juaja, a ka qenë vështirë ndoshta që merrni besimin e njerëzve në këtë pjesë që po i ndihmoni të tjerët ose a kanë kërkuar ndoshta të shohin fakt ose diçka të tillë, sepse tash po besoj që jo. Tashmo e keni besimin 100% dhe momentin që postohet diçka keni numër të pafund të njerëzve që ju shkruajnë edhe që nuk ju pyesin ndoshta as për detaje. Shumë e vërtet. Dëshmit dhe fakte çdo bamirës si bamirës i shef, apo familja në fjalë, një familje që është kujdes për jetima, tash e 15 vite, e njeh, mirë po publikisht nuk dalin. Dikush që ka ndihmu $10,000 apo 10.000 euro personit në fjalë, e njeh njëri tjetrin, po ata nuk dalin pak, domethënë. Fillimi nuk ka qenë i lehtë sepse kemi prit ndoshta me bota kemi një biznesmen 2 ditë radhazi, që më dash me marr një 50 euro në atë kohë që po ne ka qenë e madhe. Po kemi dalë me një 50 euro se kemi ble 3 pak ushqimore, ka qenë 3 familje kemi gëzu. 50 euro kanë vlerë shumë. Edhe kemi gëzu 3 familje, nëse ndalë me shpirta, ka 5 antar, 15 shpirta, ju në bu me një ushqim tillë mujor, e tash është lehtë ka darë Zoti dhe vazhdojmë ashtu që ka darë Zoti për shkon mirë. E mbajnë mend cili ka qenë ndoshta iniciativa e parë e madhe që e keni marrë, sepse me siguri kësit vogla e përmendet që ke pasur edhe shumë më herët, që nga i ri mirë po iniciativa si shoqata Bereqeti që është bo shumë e madhe tek njerëzit që kanë ndihmuar shumë, cila ka qenë, çysh ka qenë? Ka qenë familja Krelani në Gjakov ku kena bo shtëpinë e parë. Në atë kohë ndoshta ka qenë viti 2011-2012. Ka qenë panon dhe pa bab, janë 3 fëmijë, tash në rrit ka dorë Zoti, njëri është i smut, si që kesh Zoti e shëroft, dhe momenti ku ne fillum me rënu shtëpinë, vjen një fëqia të thotë ku të fillon të keramikat ekipi meje. Qysh ka qenë shumë absurd, unë hala se nisa mi kry punimet e para, hala nuk fillu me gjetë parat, mi rëzu shtëpi, mi pastru terrenin, me fillu me punë, këtë dul të keramikat, dhe ka qenë diçka pa kapshme, po mire kish pasë, më të vërtet ka shku puna shumë shpejt dhe në ardhë keramika që mja trupi deri atje. Kjo ka qenë dhe më thënë shpresa parë, fillimi i parë, po thëmë gjithë fillimi ka pas fidet e veta, po për kroja është shumë e vazhdueshme popullit tonë, përsa që për Zotin kështon dikush në fillim që t'i shpëndon gjatë një mujt, për shama Ramazan, dikun 200 pak ushqimore me vlerë për 10.000 euro ka qenë absurde. Se po flasim për një Gjakov, po flasim për një vend cili është katruar shumë në kohë të luftës, po flasim për një vend që ka pas një kulturë të madhe, ka pas një pasuri, një agent madh, po tash që nuk e ka, po me kalimin e kohës ka ndarë Zoti, jeta po vazhdon për të mirë.